Ky është flesh informativ i orës 10 këtu në radiostacionin online. Një krim i rënd është shënuar në Kuçov. Një vajzë gjeti vdekjen ndërsa një djalë është i plagosur nga të shtënat me armë të ndodhura mëngjesin e sotëm. Nuk dihen ende shumë detaje, por mësohet se djali i plagosur është dërguar në spital për mjekim më të specializuar. 11 banorë të një pallati në Krujt, të ndaluar nga policia për vjedhje të energjisë elektrike, janë shpallur fajtor nga gjykata e këtij qyteti. Në përfundim të procesit gjyqësor, i cili zhvillua me gjykim të shkurtuar, gjykata dënoi me 24 ditë burg 6 të pandehur që ishin në masën e sigurisë arrest në burg, si dhe me 30 ditë burg 5 të pandehurit e tjerë që ishin në masën e sigurisë arrest shtëpie. Qeveria e Kosovës ka nisur hartimin e projektligjit për gjykatën speciale, e cila do të gjykojë pretendimet për krimet e supozuara të kryera nga pjesëtarët e UÇK-s. Ministria e Drejtësisë, e cila po harton projektligjin në fjalë, është duke përgatitur edhe amendamentet e nevojshme për ndryshimin e kushtetutës për të hapur rrugë krijimit të një gjykate jashtë shtetit. Për ndryshimin e ligjeve të nevojshme dhe të kushtetutës së Kosovës, nevojiten 2/3 e deputetëve, të cilat koalicioni aktual qeverisës i ka të sigurta, meqense deputetët e listës serbe kanë thënë se do të votojnë pro formimin e gjykatës speciale. Karikatura e profetit Muhammed është në faqen e parë të revistës Charlie Hebdo për numrin e parë pas sulmit të 7 janarit, e cila do të botohet në 3 milion kopje dhe do të përkthehet në 16 gjuhë. Mbi karikaturë është mbishkrimi gjithçka është e falur dhe Je suis Charlie Hebdo. Cristiano Ronaldo është fituesi i topit të artë për vitin 2014. Portugezi fitoi këtë çmim përballë rivalit të përhershëm Lionel Messi dhe portierit gjerman Manuel Neuer. Ai siguroi 37.66% të votave, duke lënë pas Argentinasin e Barcelonës Messi me 15.76%, si dhe portierin e Bayernit të Munich me 15.72%. Ky ishte trofeu i dytë radhësi për Ronaldon. Ky ishte flesh informativ orës 10 këtu në radiostacionin online.